Mama, take these baits from me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feels like I'm knocking on a heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on a heaven's door. Mama, put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That cold black cloud is coming down. Yeah. Feels like I'm knocking on the heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on the heaven's door. Bravo, faleminderit Lambert, faleminderit Irina për këtë atmosferë që na solli në këtë fillim të emisionit. Përshëndet me të gjithë miqtë të cilët po na ndjekin live nga studio numër 1 e televizionit shqiptar, që do të jemi sot bashkë me mua Kristin, do të kemi Lambertin dhe Irinën, të cilët do na shoqërojnë gjatë gjithë kohës në piano Lamberti dhe Irina do na përshëndesin me këngë her pas here. Faleminderit që jeni me ne sot. Shumë faleminderit miq të Kolorit, faleminderit gjithmonë, faleminderit për dashurinë që gjithmonë na shprehni në rrjetet sociale tek emisioni Kolor RTS, ku nuk mungojnë asnjëherë mesazhet e shumta, nuk mungojnë asnjëherë edhe komentet. Për të gjithë ju miq të Kolorit që nuk na ndiqni dot për 2 orë e 10 minuta nga ekrani i televizionit shqiptar, mund të na ndiqni gjithashtu edhe live stream në rtsh.al dhe në këtë mënyrë nuk humbisni asnjë moment të Kolorit. Sigurisht, ndërkohë sot kemi tema vërtet shumë interesante për të folur në emisionin e sotëm. Do të kemi pjesën e parë, do të flasim për... Në pjesën e parë do të flasim për forumin e integrimit, European Policy Hub, është një forum ku bëjnë pjesë kryesisht të rinj që janë të diplomuar jashtë vendit, por ama kanë një agjendë, da themi, shumë të larmishme edhe shumë të ngjeshur. Ne kemi të ftuar në fakt në pjesën e parë të Kolorit, ku ata do bisedojnë gjithashtu për risitë që kanë sjell në Shqipëri, jo vetëm në Tiranë, por gjithashtu në vende të ndryshme të Shqipërisë. Ndërsa pjesën e dytë do të flasim për shëndetin dhe kulturën që kemi ne shqiptarët në lidhje me shëndetin, virozët e stinës, këtë luajtje temperaturave. Do të kemi mjek specialistë që do të flasin më shumë në lidhje me këtë, gjithashtu do të kemi dhe psikologe për treguar pak edhe për stresin në këtë periudhë. Megjithatë, në pjesën e fundit do të argëtohemi pak, do të kemi edhe karnavalet. Në një pjesë të emisionit do t'ia kushtojmë karnavaleve të Korçës, është një material i përgatitur nga gazetarët tanë, cilët do ta ndjekim në momentin e caktuar në emision. Ndërkohë fillojmë bisedën me pjesën përpara se të fillojmë bisedën, unë dua t'ju bëj një thirrje në fakt të gjithë dashamirëve të Kolorit, sidomos tek pjesa e dytë ku ne do të bisedojmë për pjesën e shëndetit, që t'i dëgjoni këshillat, pasi është më mirë kur rastet parandalohen, kur çdo sëmundje parandalohet, sesa kur të ndodh dhe le ta themi kur të vjen. E them këtë nga një rast personal edhe prandaj dëshiroj që të gjithë të dëgjojnë këshillat e ndryshme që do marrim sot nga doktorët. Okej, do të jetë pjesën e dytë. Tani se nuk e vura re veshën time aty. Që e vesh me të kuqen me zez. Po. Në mbështetje të kombëtarës pra? Po se vura re sepse është shumë e thjeshtë. Jam veshur gjithë kuqezinj, vërdan për rrugë që nuk të bëmë përshtypje kjo ngjyra kuqezi. Si thua, do fitojmë apo jo sot? Sot. Shpresoj. Unë them që do fitojmë edhe ti mos thuaj më shpresojmë, po thua Shqipëria do fitojë. Çdo njeri që fillon e shef futbollin në moshën 25 vjeçare për herë të parë, thotë do fitojmë. Ata që kanë parë pak më herët janë më me këmbë tokë. Jo, thashë në përgjithësi. Shiko, po vazhdo me të ftuarit sa nuk merresh. Edhe kjo është pjesë e integrimit evropian kësi. Okej. Mirë se erdhët, kënaqësi që jeni këtu së bashku me ne në studio për të ndarë eksperiencat tuaja të ndryshme që keni patur me të rinj të ndryshme nga të gjitha pjesët e Shqipërisë. Çelik Rupli, mirë se erdhe, kënaqësi që të kemi në studio, përveç se je pjesë forumit të integrimit European Policy Hub, gjithashtu pjesë e grupit të komunikimit.
Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Edira Osmani, mirë se erdhe, koordinatorje e grupit të kërkimit shkencor në EU Policy Hub. Çfarë është grupi kërkimit shkencor? EU Policy Hub, ose Forumi i Politikave të Integrimit, është një grupim të rinj që ka mundur të krijojë një strukturë për të ndihmuar, promovuar proceset e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe për të arritur sa më tepër rezultat për integrimin, për ndihmuar integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, vetë forumi është ndarë në disa grupe pune, siç është grupi i kërkimit, grupi i monitorimit dhe grupi i komunikimit. Mirë, të vazhdojmë edhe në vijim të bisedës për të folur. Vlerëta Tuci, mirë se erdhe, koordinatore e manualit të qytetarëve, që që kemi në studio. Për ftesën. Ergjus Geska, mirë se erdhe, po ashtu pjesë e grupit të komunikimit. Mirë se qeta. Përshëndetje, mirë se erdhe në studio për zhvilluar bisedën. Ndërkohë, pse ishte i nevojshëm krijimi i këtij forumi? Çfarë nevoje ishte për të pjesë kaq të rëndësishme të integrimit? Po, çeli? Atëherë mund ta marr unë prezantimin e forumit. Atëherë forumi integrimit evropian ka lindur si ide e dy fondacioneve, Fondacioni Shqipëria e Hapur për Shqipërinë dhe Friedrich Ebert Stiftung, për të krijuar një grup profesionistësh të rinj që në backgroundin e tyre kanë eksperjenca dhe kanë punuar mbi agjendën e integrimit evropian me projekte europiane e tjerë, për të ndjekur procesin e integrimit, domethënë, të Shqipërisë, duke qenë që është agjendë politike ndarë nga gjitha partitë dhe duke pasur parasysh edhe momentumin ku ne ndodhemi për sa i përket kuadrit të integrimit evropian. Në kuadër të çeljes të negociatave që shpresojmë të ndodhin shpejt, ne do kemi shumë punë për të bërë për sa i përket monitorimit të gjithë kapitujve që përfshin procesi i integrimit. Prandaj ishte nevojshme, domethënë, që një grup i tillë që është në Shqipëri prezent, i kthyer nga vende të ndryshme dhe profesionistë këtu, të mblidheshin edhe të jepnin kontributin e tyre. Është i mbështetur nga Bashkimi Evropian si? Ishte i mbështetur fillimisht nga dy fondacione që punojnë në Shqipëri, po ne do mundohemi që me anë të projekteve dhe të kontributit tonë të jemi domethënë autonome dhe mund të ecim vetë përpara. Deri tani ka qenë dëshira e mirë e gjithë secilit prej nesh për të kontribuar në proceset integruese të vendit, sepse të gjithë e dimë që pas vitit 2009, sidomos pas vitit 2009, kur Shqipëria aplikoi për anëtarësim në Bashkimin Evropian, çdo vit pas ardhës, Komisioni nxjerrte progres raportet me prioritetet, fushat ku Shqipëria duhet kishte prioritete dhe pikërisht ky grupim të rinj që përbën dhe forumin e integrimit është i fokusuar në dhënien e rekomandimeve mbi këto prioritete, mbi 5 prioritetet në reformën drejtësi, në administratën publike, luftën kundër korrupsionit, luftën kundër krimit organizuar dhe të drejtave të njeriut. Dhe pikërisht është bashkuar ky grupim të rinj për të formuar këtë sinergji për të dhënë kontributin ton modest në lehtësimin e politikave integruese të vendit drejt Bashkimit Evropian. Po si realizojnë këto? Po të flas konkretisht për sa i përket grupit të kërkimit, ne deri më tani kemi realizuar një policy paper për sa i përket reformës në drejtësi, një studim kur kemi dhënë. Domethënë, duke qenë se të vështirë shohin kudo të shpjegojmë pak ato terma, policy paper, dhe unë atë do thoja, pavarësisht se ne e quajmë me gjuhën ndërkombëtare anglisht policy paper, por është një pjesë studimi me rekomandime për sa i përket reformës në drejtësi dhe ne synojmë që me anë të këtij studimi të informojmë aq sa do mundemi të rinj dhe jo vetëm të cilët janë të interesuar për të ditur më shumë se çfarë është reforma e drejtësisë, sepse ne dëgjojmë që flitet kudo nëpër media dhe është vendosur një theks i madh i miratimit të kësaj reforme, por ne si grup kërkimi e shohim atë dhe nga një perspektivë tjetër, për të kërkuar dhe për të parë cilat janë elementet e reformës, rëndësia e reformës dhe çfarë kemi rekomanduar ne që duhet përmirësohen apo të kihet parasysh edhe në rastin kur reforma mund të miratohet dhe pastaj të zhvillohet dhe të implementohet. Dhe është e vërtetë, sepse po të marrësh për informacionin që kanë njerëz në lidhje me reformën, është vetëm thjesht ajo pjesa që serviret në media ose ajo çfarë dëgjojnë nga palë të ndryshme politike dhe as është një kaos i vërtetë, asnjëherë nuk kuptohet se çfarë është vërtet, çfarë është bërë një studim për këtë. Dua të shtoj se procesi i integrimit në Shqipëri përgjithsisht është kuptuar si një proces midis palëve, midis politikës, midis një partie dhe një partie tjetër. Në fakt është një proces për qytetarët, kështu që është e nevojshme që fokusi të jetë tek ata. Duhet pak e vështirë kjo pjesa për qytetarët, sepse shpeshherë ne vërtet qëndrojmë kështu siç thonë ju, po
nuk e di pse e kemi domethënë pak si bezdi që ta quajmë që e kemi dhe ne në pjesë e kjo. Ne gjithmonë e lëm fajin tek politika. Gjithmonë e mendojmë që e kanë ata në dorë këtë pjesën. Forumi juaj ndërkohë ka lidhje me politikën apo jo? Jo, Nuk ka lidhje me forumi nuk ka lidhje me politikën, ama i gjithë procesi integrimit evropian është një proces politik dhe sigurisht që forumi do ketë zërin e tij, pse jo të bëhet edhe faktor nëse është e nevojshme, për shembull në reformën drejtësi, është shumë e nevojshme që forumi të bëhet faktor duke dhënë rekomandime, duke edhe propozuar aktivitete të ndryshme, duke edhe informuar qytetarët mbi këtë proces çfarë realisht është, çfarë ata humbasin nëse reforma në drejtësi dështon dhe nuk miratohet. Dhe humbasin shumë. Shpesh nëse bëhet një sondazh, nuk e di me çfarë perceptimi kanë, nëse bëhet, po marrim reformën që është pjesa më e prekshme për momentin, no? Është bërë kryefjalë e kësaj periudhe. Njerëzit mendojnë se ka vetëm kosto politike. Mendojnë që ajo sepse kështu është servitur, ëh? Ka vetëm kosto politike. Në fakt është servitur, e the shumë mirë. Ne si forum dëshirojmë pikërisht të informojmë publikun. Është interesant fakti se forumi është i përbërë nga 33 profesionistë të rinj, që kanë një background krejt ndryshëm me njëri tjetrin, dhe përpos kësaj bashkojnë disa pjesë të shoqërisë shqiptare, që mund të jetë persona të cilët janë në forum që punojnë në administratën publike, të tjerë që punojnë për shoqërinë civile, të tjerë që kanë angazhime të ndryshme në sektorin privat, e tjerë. Dhe është edhe një shpërndarje e tyre dhe që përqafon në një farë mënyrë gjithë shoqërinë. Përpos kësaj, ka dhe një ndikim të madh fakti që backgroundi i këtyre pjesëtarëve të forumit, backgroundi jonë, është një background i larmishëm dhe përgjithsisht anëtarët e forumit kanë kryer studimet e larta edhe pas universitare në vende të ndryshme të Evropës dhe kanë sjellë brenda në forum edhe një formë fryme europiane konkrete. Jo ajo gjëja teorike që e dëgjojmë për ditë, dëshira e madhe për të bërë pjesë në Bashkimin Evropian, dhe kur vjen puna flasim për një proces jashtëzakonisht rëndësishëm, siç është procesi i integrimit dhe nuk ka arritur tek njerëzit. Është ky një nga aspektet më të veçanta dhe më kryesore të forumit që të arrijë njerëzit, të arrijë tek njerëzit dhe t'u shpjegoj se për çfarë bëhet fjalë. Okej, ju e doni procesin e integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, por çfarë do të thotë kjo? Çfarë kostosh ka? Cilat janë avantazhet? A kanë informacion njerëzit vërtet se çfarë është ky Bashkimi Evropian, kjo familje e madhe ku gjithë shqiptarët, patën kur politika jon e këmbgul, domethënë për kaq shumë vite që do shkojmë aty, sepse njerëzit nuk besojnë se janë pyetur ndonjëherë duan apo jo të shkojnë, no? Kjo është saktë kjo them që komunikimi deri tanishëm për sa i përket procesit të integrimit është kryesisht politik, domethënë i bazuar në agjendat se çfarë po ndodh realisht, po për sa i përket kostove dhe benefiteve që mund të ketë procesi i integrimit nuk ka ndonjë informacion mjaftueshëm edhe grupi i komunikimit që se janë shumë shtete të fuqishme të cilët nuk janë bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Ne jemi në atë kategorinë për sigurinë e jetës tonë të mirë. Në fakt një nga objektivat e grupit komunikimit është që ta komunikojë procesin e integrimit në këtë lloj dinamike dhe kemi disa aktivitete që i kemi ongoing, domethënë, dhe tjera që kemi në programim, domethënë, të disa iniciativa, domethënë, një komunikim ndryshe të procesit të integrimit, edhe një nga këto gjëra, domethënë, që ne po e bëjmë, domethënë. Është dëshiroj të shtoj një koncept që për ne është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Forumi i integrimit dëshiron që nëpërmjet mirë funksionimit të tij dhe mirë organizimit të arrijë të ndikojë në politik bërje, jo në politik, po në politik bërje. Politik bërja është një koncept i jashtëzakonisht qytetar dhe që bashkon në një farë mënyrë mentalitetin e një shoqërie europiane dhe duhet të jenë pikërisht faktor të ndryshëm social, pra individ ose grupime të ndryshme, siç është në këtë rast forumi i integrimit, të cilët ndikojnë në mënyrë aktive dhe konkrete në proceset e ndryshme të shoqërisë. Pra, nuk është diçka nuk ka të bëjë gjithçka me një politik ose me atë që ne perceptojmë nga politika, pra partitë ndryshme politike, të anëve të ndryshme, të cilat në një farë mënyrë, siç shohim për ditë, ndodh një teatr në thonjza për sa i përket mbarvajtjes politike apo zhvillimit të tyre, fuqizimit të palëve të ndryshme. Ne duam të zbresim në një plan tjetër, në një plan më të gjerë, në një plan social dhe në një plan profesional ndër të tjera, sepse flasim shpesh për integrimin evropian, për proceset ndryshme të integrimit evropian, por njerëzit nuk janë të mirë informuar për sa i përket aspekteve në mënyrë konkrete, për sa i përket aspekteve të mirë informuar apo është neglizhenca jona për
për të kërkuar informime. Komunikimi, qasja që kanë mediat, domethënë mënyrë se si mediat komunikojnë procesin e integrimit evropian. Nuk e marrin një analizë specifike për sa i përket kostove dhe benefiteve që ka një proces ose një temë e caktuar, por është vetëm nga ana politike, domethënë se si mendohet edhe Ne na servim vetëm tonë të mirë besoj. Mendoj se bashkërendimin politik dhe procesi i integrimit evropian shkojnë shumë me njëra tjetrën dhe media nuk përpiqet të ndajë, nuk dua të akuzoj median, por nuk përpiqet të fokusoj vëmendjen tek benefitet që Shqipëria ka në këtë proces, që qytetarët kanë në këtë proces, fondet që alokohen nëse Shqipëria antarësohet dhe të mira që vinë bashkë me detyrime, s'ka detyrime fare? Vetëm të mira ka? Sigurisht që ka dhe detyrime. Po, të përmendim edhe detyrimet edhe të mirat. Detyrime është një nga vendet që kontribues edhe jo vetëm marrës përfitues fondesh, në nivel sovraniteti disa nga gjërat që tani vendosë, domethënë në mënyrë kombëtare i delegohen pak a shumë Bashkimit Evropian, domethënë edhe duhet funksionohet pastaj gjithë si grup edhe jo si shtet, në këtë pikpamje domethënë ka kosto, po pastaj për sa i përket përfitimeve ka më shumë transparencë, për sa i përket gjithë procesit politik bërjes shpenzimit fondeve të pra je monitoruar kërkesës llogarisë saktë. Çelik, do të thuash pak duke parë vendet të tjera që kanë qenë në këtë fazë si ne, sa rol kanë luajtur forumet të kësaj natyre si ky që keni ju? Çfarë roli kanë luajtur në këto vende? Cilat janë integruar ose cilat janë në një fazë më të avancuar se ne? Patjetër. Nëse keni dhe bashkëpunim me to. Absolutisht. Marrim rastin e Kroacisë që aderoi në vitin e 2013 që bë pjesë e Bashkimit. Është mirë fresk në këtë pjesë. Saktë. Dhe shoqëria civile në atë rast, domethënë forume që kanë monitoruar procesin e integrimit kanë luajtur një rol jashtëzakonisht pozitiv, domethënë për të kontribuar tek gjitha njësitë, domethënë politik bërse atje dhe ka pasur një impakt shumë pozitiv edhe në Shqipëri. Është shumë një model i ngjashëm, domethënë është shumë i dëshiruar edhe për këtë, domethënë ka grupe, niveli i interesit domethënë edhe në shoqërinë civile edhe nga të rinj domethënë është në rritje dhe besoj që në Ndërkohë politika si duhet të shikojë forumet si ky juaj? Duhet të ketë partner apo duhet të shikojë si armiq, sepse ndonjëherë nuk e di pse i shikojnë kështu sikur po i bezdisin si varet pastaj nga politika, po politika normalisht duhet t'i shofi. Ne flasim për vendin tonë, ëh? Absolutisht. Duhet t'i shofi pozitivisht edhe t'i japi akses për sa i përket pra janë thjesht partnerë të cilët duan të ecën në një drejtim. Po, nëse mbyllet pastaj aq më keq për politikën në këtë kohë. Si partner them unë, por edhe si një zë alternativ, që duhet dëgjuar sepse është një proces gjithëpërfshirës dhe jo vetëm specifik për disa palë. Ndërkohë, cilat janë disa nga aktivitetet që ju keni organizuar deri më sot? Domethënë pasi, është shumë bukur të flasim, të shprehim mendimet tona, por besoj se duan edhe vepra për të pasqyruar disa nga planet edhe mendimet që ne duam të ndryshojmë. Ilustro me shembull është edhe më e kuptueshme. Atëherë Blerta besoj mund të flasi për një nga produktet që ne kemi realizuar. Tani një nga aktivitetet që ne dhe një nga produktet që ne po përpiqemi të botojmë dhe të realizojmë është manuali për qytetarët. Thamë që ky forum specifika e tij është komunikimi me qytetarët, me bazën le të themi, dhe pastaj për të rritur shkallën deri tek profesionistët dhe deri tek politikbërja. Dua të them që ky manual për qytetarët është një manual dhe model i shpilluar edhe në vende të tjera, të cilat kanë kaluar në fazën e antarësimit, por edhe në fazën e hapjes negociatave që janë Malizi, në Ballkanin Perëndimor, Serbia dhe Maqedonia aktualisht dhe më parë Kroacia. Dua të them që ky manual përveç se do shpjegoj gjithë procesin e negociatave, procesin e progres raporteve, do shpjegoj me specifika se cilin kapitull, 33 kapitull për cilat Shqipëria është përgjegjëse dhe duhet plotësoj disa kritere. Sigurisht që ky manual do vi në një formë shumë të thjeshtë, do jetë i shpjeguar mjaft thjeshtësisht për qytetarët, do ju kumëndin kohë direkt atyre, jo institucioneve, sepse institucionet, administrata, unë besoj që e kam të qartë se çfarë kriterësh do të plotësoj Shqipëria, ku çalon, si duhet bërë për afrimi i legjislacionit dhe tjerë, por do shkoj specifikisht tek qytetarët. Mirë do ishte shkonte edhe në administratë.
Nuk i dihet edhe kësaj pjesës informacione që kam. Manuali do jetë i hapur edhe online për gjithë, edhe do ish për ndaj gjithëve, do ketë akses. Por në këtë rast, fokusi është tek qytetarët, do më thënë mos t'jenë vetëm qytetarët e Tiranës, por t'jenë qytetarët nga veriu në jug, që e marrin këto dhe kuptojnë, ndoshta edhe një fermer që nuk kupton se si mund të përfitojë nga politika dhe Bashkimit Evropian. Në këtë manual të kuptoj çfarë subvencionesh ka, çfarë projektesh ekzistojnë, si mund t'i aksesoj ai këto grante, sigurisht edhe me asistimin ton ose edhe të partnerëve tonë. Pra keni le ta themi keni informuar kudo me anë të këtij manuali. Po. Do të shtoja diçka në lidhje me atë që tham pak më parë dhe në lidhje me manualin normalisht. Deri tani gjithë procesi i integrimit është parë në një formë qendrore, domethënë nga qeveria ose nga partitë e ndryshme politike ose nga grupet e ndryshme të interesit dhe jo nga shoqëria e gjerë. Pikrisht manuali i qytetarit reflekton edhe atë linjën që po ndjek së fundmi delegacioni Evropian në Shqipëri, i cili do të arrijë qytetarin. Do të thënë, është parë që procesi i integrimit po kalon në një aspekt si kur t'ishte diçka abstrakte, pikrisht sepse nuk arrin në mënyrë konkrete te qytetari. Dhe manuali i qytetarit që ne kemi përgatitur ka pikrisht këtë qëllim, shkon në të njëjtën linjë. Pra, duhet të arrijë tek qytetari, tek çfarë do lloj backgroundi i çdo qytetari shqiptar në Republikën e Shqipërisë dhe të jetë e qartë se cilët janë hapat dhe rrugat që duhet të ndjeki shteti shqiptar, qeveria shqiptare për të pasur sukses në këto pika që duhet përmirësoj. Në fakt, një nga misionet e forumit është komunikoj çfarë bën Europa në Shqipëri, Communicating Europe. Dhe është një ndër aktivitetet e tjera që pikërisht është në këtë linjë me komunikimin, është edhe zëri i integrimit. Është perceptuar si një tërësi eventesh që do të ndodhë kohë pas kohe. Ne deri më tani kemi realizuar eventin e parë që ishte i ftuar gazetari investigativ Leonard Bashllari për artikullin e tij që ka shkruar për si pasurohen gjyqtarët për një studim mjaft të veçantë investigativ. Po, është një artikull që u vlerësua nga Bashkimi Evropian me çmimin e parë në gazetarinë investigative dhe ne e perceptuam për një aktivitet për ta ftuar dhe për t'i bërë me dije të interesuarit për të parë se si ka funksionuar jo vetëm gazetaria investigative në këtë rast, por si pjesë informuese e gjithë asaj pjesës madhe të reformës në drejtësi dhe që pjesë e saj është edhe vlerësimi, procesi vlerësimit të pasurive të gjyqtarëve. Dhe të pranishmit. Nuk besoj se ka pas ndonjë gjë ndryshe nga ato që dimë ne kemi si popull i thjeshtë, se si pasurojnë gjyqtarët. Ty gazetari mund të informoj specifikisht se si ka qenë investigative. Ka shkruar dhe emrat nëse nuk gaboj apo jo? Jo, nuk ka shkruar emrat, thjesht emrin e gjykatës ku është për investigimi. Por që kjo unë përmendja është e rëndësishme për faktin se si aktivitetet e EU Policy Hub synojnë që të mbledhin edhe elementë të tjerë të ndryshëm që kanë ndodhur në shoqëri nga aktorë të ndryshëm për t'ja prezantuar publikut dhe të interesuarve në një farë mënyrë që t'jetë zëri integrimit, sepse ky ishte edhe motivi i aktivitetit. Dhe zëri integrimit do vazhdoj me aktivitetin tjetër që është nesër tek Reja në qendër të Tiranës, ku do të flitet për Brexit, për mundësinë e daljes apo jo dhe referendumit e Britanisë së Madhe për nga Bashkimi Evropian, sepse duket sikur ne do vizitoni tek Reja? Tek Reja, po. Ne shqiptarët që duam, po, ka të ftuar. Jeni të ftuar nëse keni. Sepse ne jemi shqiptarë që duam shumë integrimin në Bashkimin Evropian, por ja që ka edhe shembuj të tjerë që mendoj se ky aktivitet është një model i mirë për të kuptuar çfarë humbim ne dhe çfarë fiton Shqipëria nëse integrohet në Bashkimin Evropian. Do me thënë, modeli është krahasimi është Britania, dhe në fakt besoj që ata që janë për një moderator të ftuar, që njohin në detaje çështjen, tip panelit moderuar nga një kolegu jonë, moderatori që është i grupit të komunikimit Lavdrim Lita dhe pjesëmarrësit pastaj që mund të drejtojnë pyetjet e tyre, po për të informuar më shumë për procesin. Ndoshta do të thënë duke qenë se unë kuptoj që ju kolaboni shumë që Shqipëria të jetë në Evropiane dhe duke parë dhe fushatat tuaja në Facebook, por a nuk mendoni që Shqipëria është në Evropian Krisi, tjetë në Bashkimin Evropian. Po, nuk mendoni që shumicës nuk intereson fare kjo pjesë? Do të thënë,
janë skeptik, disa nuk Mbase intereson. nuk i intereson sepse s'jam të informuar. Se janë të informuar, jo se nuk ju intereson. Realisht kudo që shkojmë, ne hasemi me direktiva e Bashkimit Evropian, thot këtë, për se cilën specifik, edhe qoftë edhe për një burokraci të vogël, ti do t'i bazohesh asaj. Unë mendoj që ne nuk kemi asgjë për të humbur, edhe qytetarët besoj që duhen t'i informohen edhe më tej për ta kuptuar realisht se ku qëndron ky proces, edhe fazat e tij. Po mirë, ndërkohë shumica e qytetarëve, të flasë unë si një nga ato, kanë shumë frikë të futen në Bashkimin Evropian, pasi kanë parë shembullin e disa vendeve të cilat le ta themi që sapo janë futur kanë pasur një krizë ekonomike. Ja, në fakt, frika ka filluar të ndihet, por akoma shumica dërmuese e shqiptarëve dëshirojnë të futen në Bashkimin Evropian. Dëshirojnë. Po, flasim akoma Si në e keni nivele shpjeguar këtë pjesën e krizës ekonomike? jashtëzakonisht. Ideja e krizës ekonomike është, domethënë, koncepti është shumë i gjerë. Por që është nuk u do shkosh. Në krahasim, domethënë, me shtetet e tjera që deri në një farë pike kanë filluar të kenë ato dyshimet e veta mbi avantazhet e Bashkimit Evropian, siç është në këtë rast Britania e Madhe, Shqipëria klasifikohet në vendet jashtëzakonisht të vogla që në krahasim në raportin avantazhe dhe detyra ndaj Bashkimit Evropian, del jashtëzakonisht e fituar nëse do futesh. Po, patjetër. Dhe çfarë duhet bëjmë ne tani që të futemi në këtë Bashkim Evropian? 5 prioritetet. Si e janë këto 5 prioritetet për Sidomos të aja është reforma në drejtësi. Pra, kemi reformën në drejtësi. Po, i thash pak më parë, është reforma në drejtësi në administratën publike, është lufta kundër krimit të organizuar, lufta kundër korrupsionit dhe mbrojtja të drejtave të njerëzit. Edhe deri në çfarë date duhen plotësuar ato? Atëherë raportet janë 6 mujore, Sigurisht. normalisht edhe tani në qershor bëhet mbledhja e Këshillit të Ministrave të Bashkimit. Po i arrin dot ne këto? I bëjmë dot ne i realizojmë, më duhen pamundur ato. Jo, duhen bërë disa hapa, por sigurisht ajo që më duhen pamundur. Ajo që publiku duhet të di është që në qoftë se nuk ecën reforma në drejtësi, në qoftë se nuk ashtu siç po ndodh realisht ditët e fundit, kemi ngërçe të mëdha. Ne rrezikojmë të mbetemi jashtë bisedimeve edhe për 3 vjet të tjera. Po. Cilat janë, le ta themi, pikat më të vështira që ne ndoshta e kemi shumë të vështirë të plotësojmë? Reforma në drejtësi do jetë. Është vullneti politik me sa duket për reformën në drejtësi. Patjetër. Çelik, duket sikur kjo pjesa e integrimit në Bashkimin Evropian më shumë se sa interes për kombëtar, për Shqipërinë, për popullin që jeton këtu, për njerëzit, është më shumë benefit si kredit politik për politikanë, domethënë e shikojnë më shumë kështu se sa me çka kanë parë këto vite, duket sikur mundohet kush nuk është në pushtet i prishë puna atij që është ose domethënë me një vullnet negativ, domethënë kjo pjesë e bashkëpunimit, do ne po flasim për pjesën e bashkëpunimit. Është e vërtetë që domethënë duhet sigur e kanë, dua ta bëj unë që jam që të fitoj këtë kredon politike. Është e vërtetë që partitë politike her pas here domethënë i kanë bërë oponencë, domethënë kush ka qenë në opozitë vazhdimisht qeverive të njëra pas tjetrës. Ne çfarë kuptojmë ne si njerëz për t'i bllokuar domethënë atë agjendë dhe kemi parë për shembull me shtyrjen e po të programit të mund këtë drejtë që e bllokon një parti politike, ndoshta në aspektin e tij po. Kjo ka ndodhur domethënë në krahasim me vendet e tjera rajonale, Shqipëria ka qenë në fundit që ka bërë bisedimet për marrëveshjen e stabilizimit asociimit, ka qenë në fundit që ka marrë statusin e vendit kandidat edhe po e njëjta gjë edhe për çeljen e negociatave, duke pasur parasysh që Serbia dhe Malizi kanë nisur domethënë disa kapituj që ti komunitojnë edhe në Shqipëri ndodh kjo, për shkak të një polarizimi politik që kanë forcat, për llogaritje avaçkurtur që bëjnë domethënë për interesin e tyre, ndodh që debati politik është jashtëzakonisht. Mbajmë një seminar ku kam qenë ftuar me disa çek për lidhje me integrimin e Çekisë, më bëri përshtypje një gjë, kur ishim në pjesën e fundit të hapjes negociatave, tha bëmi marrëveshje të gjitha partitë politike, tha dhe me median, tha që të jepnin vetëm lajme të pozitive, tha. Domethënë jo në atë aspektin që të jepin vetëm gjëra të mira, po të jepin lajme pozitive, mos kishim gjëra negative. Edhe kjo është mos kishim sulme që të cilat do na prishnin punë fat. Këtë e shikon këto ditë, domethënë kur është debati mbi reformën në drejtësi, parimisht gjitha janë pro reformën në drejtësi sepse ashtu ja imponojnë ndërkombëtarët, po nga rezistenca që kanë, domethënë me njëra tjetrën tregon qartë që të vetmit që duket sikur nuk e duan reformën në drejtësi janë vetë
domethënë forcat politike, ndërkohë që jam i sigurt edhe nga një sondazh që do çfarë është reforma drejtësisë? Shikoj për gjithë ata që ndoshta sot po dëgjojnë për herë të parë, ndoshta e kanë dëgjuar. Vështirë ta kenë dëgjuar për herë të parë sot ai shumë reklam sa i është bërë. Ai shumë reklam sa i është bërë. E di ndamam se çfarë është. Jo, është shumë e vërtetë kjo që thoni, sepse është bërë një sondazh ku janë pyetur qytetarët dhe 91% e qytetarëve janë pro reformës në drejtësi. Nga këto 67% janë tërësisht, e mbështesin tërësisht dhe 27% deri diku. Por kur janë pyetur se çfarë din për reformën, 1 në 5 qytetarë pretendonte se dinte diçka. Për ta dëgjuar si reformë kanë dëgjuar që do bëhet reformë drejtësi. Çfarë është asuma si? Pikërisht, domethënë, dhe 1 në 5 qytetarë të pretendojë se dinte diçka nga tërësia e gjithë elementeve që përfshin reforma në drejtësi, besoj që është një numër i vogël, prandaj ka akoma nevojë për informimin e qytetarëve. Reforma në drejtësi janë ndryshime, paketa e ndryshimeve. Më thuaj që përgjigjja e qytetarëve ishte në faqen e preva, që përgjigjja e qytetarëve ishte të fusin burg politikanët. Kjo është reforma në drejtësi, se të gjithë e dinë, kështu e dinë. Ndoshta kështu e kuptojnë. Kështu e kuptojnë. Varet se për mendimin tim, domethënë, jo vetëm për reformën në drejtësi, po për gjithë procesin e integrimit është i nevojshëm vullneti politik dhe pasqyrimi se si po ecën ky vullnet politik ndërmjet palëve dhe pikërisht besoj se këtë gjë ka bërë dhe bën deri tani media, por kjo gjë ka lënë disi në errësirë gjithë qytetarët të cilët përveç se këtij konteksti politik nuk e shohin më tej se çfarë do të thotë integrimi në Bashkimin Evropian. Dhe kjo është një ndër nismat që ne si hap duam të bëjmë me manualin për qytetarët dhe me gjithë nismat e tjera, që ta komunikojmë Europën dhe Bashkimin Evropian tek qytetarët, sepse nuk është vetëm politika ajo që duhet flas për Bashkimin Evropian, por sepse vetë Bashkimi Evropian është një tërësi rregullash, ligjesh, direktivash, të cilat në një rast kur Shqipëria do të bëhet palë pjesë e Bashkimit të Familjes së Madhe Europiane, duhet që edhe qytetarët t'i dinë, siç prezumohet ne juristët themi që duhet prezumojmë se e dim ligjin, domethënë lex posterior derogat priori, domethënë edhe kur të hyjmë në Bashkimin Evropian, këto rregullore, këto direktiva, të gjitha këto duhet në një farë mënyrë të dihen nga ato qytetarë, rastin e peshkimit, mjedisit, drejtën e konkurrencës, dhe 33 kapitujt e manualit integrimit. Ta them edhe një herë se çfarë është reforma në drejtësi? Ndërsa për sa i përket reformës në drejtësi, reforma në drejtësi është paketa e ndryshimeve që fillojnë që me kushtetutën, të cilat supozojnë se do të sjellin një ndryshim rrënjësor në sistemin e drejtësisë dhe qëllimi kryesor i kësaj gjëje që duhet kuptojnë qytetarët është rritja e besimit tek qytetarëve tek sistemi i drejtësisë. Ky është edhe elementi kryesor sepse po bëhet reforma në drejtësi, sepse reforma në drejtësi po të flasim tani është shumë teknike që të marrim ne por duhet kuptojmë thelbin bëhet për të rritur vlerësimin e qytetarëve mbi sistemin e drejtësisë, sepse të gjithë e dim, jo vetëm e kemi dëgjuar në media, por edhe qytetarët e kanë provuar vetë në dyert e gjykatave se si është të zgjidhësh një çështje pranë gjykatave shqiptare dhe vlerësimi i qytetarëve për sistemin e drejtësisë është mjaft i ulët. Dhe pikërisht ky ka qenë edhe elementi që Komisioni i Venecias pranoi që në një farë mënyrë të ndodhte edhe procesi i vettingut. Procesi i vettingut është vlerësimi kalimtar i gjyqtarëve dhe i prokurorëve, domethënë që janë kriteret e vlerësimit, pasurinë, profesionalizmin dhe me radhë, që është për një rast të tillë si Shqipëria viti 2016 është diçka mjaft e rrallë që të ndodhë një proces i tillë vlerësimi, por duke parë vlerësimin e ulët që qytetarët kanë drejt sistemit, ule jua që të ndodhte edhe një gjë e tillë. Që kostumi i ri do i qepin gjyqtarëve dhe sistemi i drejtësisë do ndryshojë komplet atë që është sistemi në drejtësi çfarë pritet të ndryshojë perceptimin e qytetarëve sepse qytetarët duan që të ndihen të barabartë përpara ligjit. Më shumë çështje vullneti të institucioneve të drejtësisë se sa nesër. Dhe edhe diçka tjetër, një element tjetër, dhe nuk është vetëm ajo, vetëm reforma që do të arrijë realizimin e këtyre gjërave, implementimi dhe zbatimi i reformës pasi të miratohet, është çfarë do të domethënë qytetarët në përsëri në ato peshorën për të parë se sa e besojnë dhe sa nuk e besojnë sistemin e drejtësisë. Po çelik. Jo, aktualisht domethënë sistemi i drejtësisë duke pas parasysh si funksionojnë demokracitë ku gjyqësori duhet të jetë i pavarur në zbatimin e ligjit dhe mos ketë influenca politike dhe nivelin korrupsionit tek ne domethënë është i dështuar dhe për këtë motiv domethënë po kërkohet që të ndryshojë. Edhe ajo që do ndryshojë me reformën e drejtësisë është Këshilli i Lartë i Drejtësisë që funksionon tani nuk do të shpërbëhet edhe do ketë Këshilli i Lartë gjyqësor për gjyqtarët dhe për prokurorët edhe për këto domethënë tek emërimi këtyre gjithë këtu është debati sotëm, por nëse këtu politika vendos që të mos ketë kontroll ose influencë tek emërimi i gjyqtarëve, kjo domethënë është një lloj
sigurie në krahasim me sistemin aktual, domethënë të drejtësisë, edhe ku mund pretendosh. Nuk e di, mua më duket shumë, nuk e mua më duket se jo, është gjë e mirë që të ketë diçka një ndryshim, një lëvizje, meqenëse kërkon dhe Europa le të bëhet, po ideja është unë më shumë jam tek pjesa e vullnetit, pra duhet vullneti atyre që do jenë aty që do jenë në punë, do jenë aty për të vënë drejtësinë, sesa edhe me këtë sistem që ne kemi, qofse njerëzit do ishin korrekt në këtë punë që bënin dhe ta bënin punën në vendin e, domethënë ashtu siç duhet, besoj nuk do ishte një problem shumë i madh. Ose qoftë mos i përshtin punë tjetrit, prapë do ishte shumë mirë. Po dohet të dija duke qenë ne si qytetar duhet ndërgjegjësohemi që kush është për të bërë diçka duhet bëj atë. Edhe ai çetik mirë, ta marrim pak këtë reformën në drejtësi me që themi, marrim një opinion nga të gjithë. Je dakord të bëhet reforma në drejtësi kështu siç është? Çfarë të mirë është do sjellë? Çfarë ka benefite? Ajo që unë shpresoj që të sjellë reforma në drejtësi është zbatimi i ligjit edhe të japi drejtësi, domethënë siç duhet dhe jo drejtësi të paguar. Pra me aq sa ti e njeh këtë reformë që do bëhet, i ka domethënë pikat, janë të kopësitura aq mirë ka sa disa, po, ka elemente domethënë që mund të ndryshojnë krahasim thjesht tani domethënë sistemi i drejtësisë. Dhe duke qenë që këtu mos drejtësia ka kosto të jashtëzakonshme, duke pasur parasysh problemin me prona, duke pasur parasysh çështje domethënë sjellin janë shkallë, njëra pas tjetrës ndodhin konflikte. Çështja e pronave domethënë është një nga ngërçet që ti për të marrë domethënë të drejtën tënde mbi atë që statistikat që një nga që ka çuar në konflikte më të mëdha, çështja e pronave ka çuar në konflikte dhe në humbje jetë njerëzore tek jo vetëm në terma domethënë të njerëzve, po edhe ekonomikisht. Ekonomikisht, po sigurisht. Që ti nga mos mungesa e drejtësisë ose nga korrupsioni që ka në sistem, domethënë kjo është një nga gjërat që me vërtet edhe në të bëjt biznes ose biznesorëve të siguria që jep tyre. Po. Prandaj ka domethënë një rëndësi jashtëzakonisht. Duhet ishte bërë shumë herë më parë, po. Okej, më mirë vonë se kur. Unë po mendoja një thënie të Machiavelli që thot kur një vend do të nisë një jetë të re, si rasti i Shqipërisë që do të nisë jetën e re në Bashkimin Evropian, duhet që për të ecur përpara për këtë gjë të bazohet te virtyti i njeriut ose te virtyti i ligjit. Dhe unë besoj që duhet bazohemi te virtyti i ligjit për ta bërë reformën drejtësi. Dhe sepse reforma në drejtësi do të sillte pastaj edhe reformim të pjesëve të tjera të gjithë sistemit, sepse nuk mjafton vetëm reforma në drejtësi, janë siç e tham 5 prioritetet. Dhe gjitha këtu do të jenë hallka të një zinxhiri që të bëjnë reformimin e mbar vendit për të qenë pjesë e standardeve që kërkon Bashkimi Evropian. Mendoj që reforma në drejtësi patjetër që duhet bëhet. Do sugjeroja që nëse nuk funksionon midis palëve, pse jo të shkojmë dhe në referendum dhe t'ju lihet qytetarëve, të vendosin për fatin e tyre dhe kjo do ishte idealja. Përveç se do përmirësohet sistemi i drejtësisë, i cili vërtet ka mungesa të jashtëzakonshme dhe korrupsion të jashtëzakonshëm, mbi gjitha do përmirësoheshin edhe instanca të tjera të mirë funksionimit të shtetit, duke filluar nga administrata publike e të tjera me radhë. Më thuash pak, e beson me vërtet referendumit? Me që se përmëndë? Se unë jam shumë skeptik, unë jam dyshut në çdo që nuk e di pse i kam të pjesën. Uroj që palët të bien dakord. E di pse të kjo t'i besosh reformën, por nëse jo... Edhe kur ti zgjedh ata që do të qeverisin dhe pjesën tjetër që do bëjë opozitën, është një lloj referendumi, ne i vendosim aty dhe ata, ne i zgjedhim. Është deleguar. Dhe kur vjen puna, ata do na çojnë prapë në referendum, se s'po marrin dot vendime për ato që ne kemi zgjedhur për të marrë. Ndërsa unë mendoj që referendumi të ketë sukses, domethënë të jap votën e duhur, duhet që në fillim qytetarët kenë informim, sepse pos që të informuar çfarë referendumi do bëjnë. Do dalin ata thonë ne duam kështu. Ergys. Unë doja të sjellja një shembull konkret për sa i përket perceptimit të drejtësisë, i cili është jashtëzakonisht i rëndësishëm në gjithë këtë proces. Më të marr një shembull konkret që ndodh rëndom, sidomos në Tiranë, ku ka jashtëzakonisht shumë trafik dhe ka jashtëzakonisht shumë gjoba. Gjoba për shkeljen e kodit rrugor etj. Cila është lidhja që duhet i bëj? Lidhja është niveli, numri i gjobave dhe numri i ankimimeve në gjykatën administrative, që është jashtëzakonisht i vogël, ndërkohë që shpesh herë shikojmë dhe shihet 10.000 lekë do ankimosh. Shihet, nuk janë vetëm 10.000 lekë. Shihen që ka dhe defekte të sistemeve të semaforëve apo defekte të tjera apo nga më të ndryshmet. Dhe sa janë ato që ankimojnë, sa shkojnë në gjykatën administrative për të ankimuar këtë. Kjo vjen nga mos informimi më shumë se nga mos... Jo, kjo vjen nga mos besimi tek drejtësia. Ky është një tregues i vogël, sepse është një shembull shumë i vogël për sa i përket. Jemi për ta cëna apo më duket mua? Ose më saktë jemi apatik si individ në një farë mënyre jemi edhe të shtyrë drejt përtatësi, sepse është një sistem që ka vite që funksionon dhe s'funksionon. Është diçka jashtëzakonisht e vakët.
Prandaj synohet ajo që tha edhe më para e Lira që fillojmë një jetë të re brenda Bashkimit Evropian dhe reforma drejtësi në një farë mënyrë reflekton edhe një ndarje dhe një rikuilibrim pushtetesh, por edhe një sim të praktikave të mira europiane në krahasim me ato që ndoshta ne duam t'i lëmë pas. Ju jeni 4 të rinj që po punoni, domethënë shumë për këtë forum, janë edhe të rinj të tjerë besoj që janë pjesëmarrës në këtë forum. Çfarë ju bën juve me kaq vetbesim që zëri juaj ka për të dëgjuar dhe po ashtu edhe aktivitetet që ju po bëni? Po, unë mendoj se ndryshimi vjen nga baza, dhe ne jemi baza e kësaj shoqërie. Në disa vite më parë, ose kur ne kemi jetuar jashtë vendit, kemi parë realitete që funksionojnë. Dhe çfarë kemi ne më pak se sa realitetet tjera evropiane që të funksionojnë. Elementet njerëzore, individët, qytetarinë, traditën, zakonet, artin, kulturën, gjitha janë këtu prezente. Atëherë, pse mos vjen bashkë në mënyrën e dur, në trajtën e dur, që t'i japin rezultate të kënaqshme dhe të përkthehen. Ne jemi dyshufës. Të katërt keni studiuar jashtë. Shumë pozitive. Është shumë pozitive të jemi dyshufës, sepse vazhdojmë dhe përmirësohemi, vazhdojmë dhe ne kemi dyshimin nuk e kemi. Jo, është kjo, ne kemi dyshimin jo shumë pozitiv, ne kemi dyshojmë dhe s'marrim hapin për ta provuar atë që dyshojmë. Gjithsesi, ti dyshon, prandaj ekziston, do thoshte Descartes, po Krisht, ne besojmë që po nuk e nisën ndryshimin e gjërat që kemi në dorë që mund të bëjmë, nuk mund të rrim pasiv, sepse do vi një ditë që gjithë do gjykohemi për veprimet dhe mos veprimet tona. Kështu që kur veprimet tona mund të japin një impakt pozitiv dhe do sjellin një ndryshim pozitiv, atëherë pse mos i ndërmarrim? Mund të bëhet pjesë kushdo e këtij forumi? Apo do të ketë kritere? Kriteri që këtë studiuar jashtë. Jo, absolutisht jo. Nuk është ky kriteri vetëm. Besoj që Do ishte i plus. Do ishte një plus, sigurisht, sepse kushdo që studion do të bërë reforma arsimore, sjell një model të ri në shoqërinë shqiptare dhe absolutisht është i domosdoshëm për këtë pozicion që është Shqipëria tani, edhe për pozicionin tjetër ku duam të arrijmë. Unë dua të them që të rinjt janë të mirëpritur, nëse kanë ide të mira, ky forum i mirëpret qoftë për të angazhuar në aktivitetet e tij, po qoftë edhe për t'i bërë pjesë të rekomandimeve apo studimeve tona që ne do bëjmë në vazhdim. Pra mund bëhet pjesë. Në fund të fundit vetë forumi ose misioni i forumit është të jetë një platformë shkëmbimi idesh me fokus kryesor 5 prioritetet, bashkëpunimi rajonal dhe gjithashtu dhe të rinjt janë të ftuar. Tani ju keni qenë në Peshkopi, me sa kemi informacion dhe dua të di pak se çfarë keni bërë në Peshkopi me aktivitetin tuaj. Atëherë, është iniciativa e një nga iniciativat për të komunikuar se çfarë bën Europa edhe se si ne mund të kontribuojmë domethënë ajo. Është një iniciativë karavani integrimit që kemi quajtur edhe kemi bërë deri tani 2 iniciativa, njëra ka qenë në Peshkopi për sa i përket kontrollit higjieno-sanitar që duhet kenë produktet lokale atje dhe për të rinj domethënë duke i përfshirë edhe në nivel Peshkopi për kontrollin e ushqimeve. Sepse në qytetet largta nga Tirana aksesi në informacionin që duhet të kenë edhe në institucionet lokale që kanë aty është shumë herë shumë i limituar edhe nuk ka akses, pra nuk kanë akses edhe për këtë ne incentivojmë që ato domethënë ta kërkojnë domethënë këtë edhe në Peshkopi. Më trego pak si reaguan, si u zhvillua aktiviteti. Është shumë pozitiv. Kolegu jon që ka qenë ideatori i kësaj sot nuk është këtu Admiri, edhe ka në vijim të kësaj një iniciativë tjetër që është programuar në fund të muajit qershor në Librazh për sa i përket ndotjes së lumit Shkumbin. Pra, janë aktivitete në detyrimi sensibilizuese për tema ndryshme. Një tjetër është në Pezë për sa i përket ruajtjes dhe trashëgimisë kulturore, në Kamës që ishte para pak. Po në Kamës çfarë organizuat? Se ja tani në Kamës jemi kur është çfarë mund të bësh në Kamës. Të rinjt që të kenë akses në hapësirat që i ofron për shembull qyteti, për shembull në Kamës ishte një problematik që disa të rinj të grupit ata, grupim social, nuk kishin akses në qendrën kulturore të qytetit të Kamsës, e cila është një ndërtesë jashtëzakonisht e madhe, ka shumë hapësira, mund të zhvillohen aktivitete, konferenca, koncerte, festivale, dhe këta të rinj nuk kishin hapësirë dhe nuk mund ta shfrytëzonin këtë hapësirë të qytetit. Pse? Sepse vendimarrja lokale ishte mbyllur ndaj iniciativave sociale të rinjve. Dhe kështu u krijua një proces negocimi me bashkinë, me kryetarin aktual bashkisë,
edhe mes antarëve të grupimit ata, për të bërë këtë aktivitet. Jo, nuk u zgjidh, por të paktën fryma ishte pozitive dhe e hapur për ta shfrytzuar Ne presim zgjidhje, ne underjoni presim zgjidhje. Nuk kemi marrëveshje për gjëra kaq thelbësore, imagjino si dësh në nivele më të larta diskutimi për gjëra që janë akoma më shumë thelbësore. Është e vështirë për të ndryshuar mentalitetin e brëmosur, le të themi në shekuj, të marrjes së gjërave pa merit, por unë mendoj që duhet tentojmë për të dhënë modele të reja dhe ky ishte një shans. Nuk kemi shumë informacion për le të themi Bashkimin Evropian, ne përmendëm shpeshherë të mira dhe të këqijat. Nga se vjen tek ne si njerëz, si nuk kemi shumë informacion për të. Është neglizhencë jona, mos dëshira jona për të njohur me këtë gjë, apo thjesht na kanë thënë që aty është mirë Bashkimi Evropian dhe ne mendojmë se do marrim vizat lira dhe ikim punojmë aty, sepse besoj që shumica njerëzve këtë din. Të dyja bashkë, edhe mos marrë informacioni në nivel personal edhe kjo, po ajo që perceptohet më shumë është lëvizja e lirë në vendet e Bashkimit Evropian edhe më shumë perceptohet në këtë mënyrë. Në fakt, një nga momentet më të lumtura që kam pasur shqiptarët ka qenë momenti e liberalizimit. Është vërtet një moment vërtet ishte gjëja e parë prekshme për të vlerësuar për qytetarët. Të rinë për ambasadat, merrni ditë për të ikur për pushime, është dhe benefitet ka qenë. Unë ju them që para disa ditësh kishim këtu një grup tuash, një djalë bullgar tha, ishte i ri, 24-25 vjeç, edhe tha që unë mund t'ju tregoj me fakte, tha ndryshimin. Para se Bullgaria të ishte pjesë e BE-s, që vuanim për viza, mënyra se si lëviznim gjitha këto dhe tani dhe ju them që ka domethënë ndryshime të prekshme në nivelat e tij. Sidomos për të rinjtë është domosdoshme. Besoj se është një rrugë shumë e gjatë që ka për të na çuar deri tek nesër te ky debati që do kemi për sa i përket referendumit të Britanisë së Madhe për qëndrimin apo jo në Bashkimin Evropian, aty do shihni pro dhe kontra që ka një vend Merte për ta preku pak të çështjen nëse keni informacion se Britania për çfarë arsyesh do që dali Britania nga Bashkimi Evropian. Po ishte më mirë të vetëm, besoj. Britania Madhe është një nga vendet që është më pak. Janë ato vendet e mëdha të cilat taksat paguese tyre kontribuojnë dhe për vendet si puna jonë. Jo, është e vërtetë, çdo vend që është pjesë e Bashkimit Evropian kontribon. Aty po Britania Madhe në krahasim me Francën, Gjermaninë, Italinë, që janë vendet kryesore, domethënë të mëdha ekonomikisht në Bashkimin Evropian, ka disa opsione që nuk i ka përfshirë. Edhe do të përmend këtu zonën Schengen që nuk është pjesë, për monedën e përbashkët, zonën euro që nuk është pjesë, kështu që nuk është aq shumë, domethënë që ta ketë këtë debat. Gjithsesi pakti britanik është shumë i fuqishëm. Sepse tradicionalisht ka pasur një traditë me vendet e ish koloni marrëveshje tregtare dhe një raport të preferuar nuk është se ka interesuar shumë kjo pjesë. Edhe te kjo domethënë preferojnë që të kenë më shumë liri edhe mendojnë që edhe pse është shumë bosh domethënë. E di çfarë më bën përshtypje se mbrojtjen e sistemit monetar e kanë aplikuar edhe vendet e tjera si Hungaria, Çekia. Kështu që nuk është problemi tek euro për Britaninë. Jo vetëm euro, por duket domethënë kur një vend i ka gjëra të rrezi dhe nuk ka nevojë ndoshta tregon pak. Është edhe një çështje mentaliteti i Britanisë së Madhe që tradicionalisht në fillim të krijimit të Bashkimit Evropian ka qenë as shumë brenda, as komplet jashtë. Domethënë gjithmonë ka pasur shumë limite që i ka vënë këtij bashkimi, sepse ka ndërtuar një politikë ekonomike ndër vite, domethënë është historike politika e tyre ekonomike që është goxha e konsoliduar dhe e veçantë nga grupi i shteteve kontinentale, siç na quajnë ata ne. Sepse edhe mentalitetin e tyre ato janë ishull, ne jemi kontinenti, ndërkohë që është gjithë Europë. Është edhe një mentalitet social, ishullor, domethënë ato të një farë mënyrë preferojnë të jenë disi të izoluar nga pjesa kontinentale, por kur shikojnë mbarvajtjen dhe zhvillimin e Europës joshen. Ndërkohë që duan të kenë autonomi për aspektet tjera. Dëgohet shpesh kjo pjesa që Britania po kërkon dalë nga Bashkimi Evropian, shumë vende të tjera po kërkojnë largohen, tha Shqipëria do të hyjë. Domethënë mos është ndoshta nuk jemi në paralelizma të njëjtë dhe nuk mund ta bësh të krahasim, sepse shpesh dëgjojmë që bëhet ky krahasim sikur nuk qëndron, domethënë si krahasim sepse procesi i zgjerimit ka qenë për herë i tillë. Aderimin e disa vendeve, pastaj kompaktimi në politika, domethënë për një periudhë disa vjeçare dhe pastaj aderimi i disa vendeve tjera. Ka qenë për herë domethënë në këtë mënyrë edhe ka shkuar nga 6 në 28 vende. Për çfarë na do Europa ne ose Ballkanin përgjithësisht? Kur themi ne është jesh i gjithë Ballkani pjesë ne po integrojmë gjithë grupin e Ballkanit, është një mendim i im dhe besoj kështu ka për të shkuar.
Ballkani është gjithnjë një zonë e vogël gjeografikisht, po në krahasim me në aspektin historik ka pasur gjithnjë një zonë nxehtë, domethënë, edhe i bashkuar në Europë do ishte më mirë se sa fuçi baruti e quajnë. Shpërthen nga momenti në moment, shpërthen thonë. Kështu thonë Ballkanin. Edhe është më mirë që të jetë brenda Europës edhe kontrollohet dhe menaxhohet në atë mënyrë se sa të jetë akoma i ndarë dhe i ndarë domethënë jashtë Bashkimit Evropian. Tani këto bisedat keni për t'i bërë gjitha nesër, ju te Reja, apo jo? Tek Reja, nesër ne do flasim. Jo, nesër do diskutojmë për referendum Brexit. Po mirë, biseda se si e shikon Tirana. Të cilin pyetjet. Ndërkohë dohet të dija negociata të tjera që keni organizuar, keni bërë, njerëz që ju kanë shkruar. Ne nuk duhet lëmë pa përmendur edhe një tjetër iniciativë të forumit që është Evropian për së mbari. Evropian për së mbari. Iniciativë marrë nga kolegu jon Admir Malaj. Evropian për së mbari është një iniciativë e cila e ka ftuar të gjithë qytetarët që me gjeste veprime të vogla të tregojnë një veprim që mund ta bënte një Evropian për së mbari. Me qëra ju ftojmë edhe juve. Po, dhe ju. Çfarë do bëjmë me kjo? Çfarë do bëjmë ne që jemi Evropian për së mbari? Për shembull, kursimi energjisë elektrike, hedhja e mbeturina në vendin e duhur, veprime të vogla të përditshmërisë tonë që të gjithë na bëjnë qytetar të mirë, Evropian për së mbari, sinonimet njëra tjetrës, kështu i kemi perceptuar. Kanë qenë disa nga idetë më të veçanta që kanë sjellë të rinjt. Ne kemi prezantuar këtë nismë edhe nëpër universitete. Dhe të rinjt ishin shumë entuziast, madje merrnin fletët të tyre sikur ishin në provim dhe shkruanin me hashtagun Evropian për së mbari, një veprim të vogël të cilët ato e bënin në përditshmërinë e tyre dhe ndiheshin mirë, sepse duke bërë atë veprim e ndjenin veten qytetar më të mirë dhe i bashkoheshin jo vetëm nismës, por edhe tregonin atë mirësinë që bënin në përditshmërinë e tyre për të përmirësuar diçka. Dhe kanë qenë hashtaget që kanë krijuar nga më të ndryshmet, nga veprime nga më të ndryshme që qofse ju do shihni faqen tonë në Facebook, EU Policy Hub janë me qindra veprime të thjeshta, të cilat na bëjnë për ditën ndihemi të tillë. Të respektojmë semaforin, të respektojmë makinat, të respektojmë vizat e bardha, se nuk i respektojmë. Edhe këmbësorët gjithashtu. Vizat e bardha me të kuqe. Se shkojmë për tani. Bardhë të kuq, po. Po. Të mbrojmë mjedisin, të lexojmë më shumë libra, të shkojmë në bibliotekë, ka mënyra të zakonshme dhe shumë të dëgjojmë me vëmendje njëri tjetrin, të jemi dëgjues të mirë. Është interesante. Gjithë që thatë ne nuk i kemi? I kemi, po i shkelim. Jo, nuk i zbatojmë si rregullat, për shembull të gjithë rregullat janë, kemi. Kur kujtohen, nuk i zbatojmë varet. Po ti shikoj emisionet televizive të ndryshme që nuk të lejnë rast për të folur, të gjithë debatojnë, zihen. Komunikohen domethënë në mënyrë civile. Ndërkohë, se si duhet një emision pas pati që debat. Ndërkohë është interesant fakti te Evropian për së mbari kur ti shikon që zbatimi i disa gjërave të përditshme, të përditshmërisë tonë, që hyn tek ligji, se duhet bërë ashtu, dhe pastaj dikush që shkon tek një parim, tek një ligj jo i shkruar. Çka do të thotë nxjerr në pa, se shikoj, ne jemi një shoqëri dhe ligji nuk është sepse duhet na detyrojë të bëjmë këtë gjë ose mos bëjmë diçka tjetër. Por dobia është që të ketë një mbarvajtje dhe të funksionojë gjithçka siç duhet, me sa më pak kosto dhe me sa më pak dëmtime. Kjo është ideja. Çelik, është një pjesë tjetër tek kjo, ne vërtet aspirojmë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, po a njohin ne legjislacionin e Bashkimit Evropian? Domethënë atë pjesë të ligjit që ne kemi përshtatur, sepse nëse ti do jesh pjesë nesër e Bashkimit Evropian, besoj do të bërë një tjetër fushën sensibilizuese. A keni projekt tek këtë pjesën për të sensibilizuar njerëzit të paktën për të njohur disa prej ligjeve kryesore? Unë do të përgjigjem me një pyetje. Kur thua ne, ku ti referohesh? Ne si qytetar, ne si qeveri? Po, si qytetar, si qytetar. Ne si qytetar. Ose si shoqëri civile. Është pyetje e hapur për të gjithë, ëh? Si aty në nivel qytetar, një nga objektivat që kemi është ky, pikërisht komunikojmë se çfarë përcjellin ligjet që ne hartojmë, domethënë të draftuara edhe për afrimin e ligjeve, domethënë. Mund të flasun këtu, tek manuali për qytetarët ka dhe shpjegime të nevojshme në mënyrë të thjeshtëzuar të ligjeve që janë përafruar me sistemin e legjislacionit evropian. Kështu që unë them që qytetarët duhet ta marrin këtë manual edhe ta shikojnë. Po kështu jemi kaq sensibilizuar nësa njohim të drejtat tona që kemi. Qytetarëve duhet u serviren
legjislacioni i thjeshtësuar, domethënë si rasti manuali, sepse tërësia e Po, legjislacionit sigurisht, Bashkimit është Evropian mund ta kuptosh, po. është tërësisht e madhe, e vështirë për të kuptuar dhe vetëm në Tërësisht nivel teknik. akademik dhe shumë teknik. Ajo çfarë më shqetëson mua është rasti i harmonizimit, sepse ne flasim shpesh për harmonizimin e legjislacionit shqiptar me aki komunitar dhe më kujtua një thënie politikani rumun duket ka thënë që ai tha që çfarë duam ne në këtë procesin e harmonizimit it's just a copy machine, domethënë vetëm një makinë fotokopje që fotokopjohet atë legjislacion Bashkimit Evropian dhe merret si legjislacion të shtetit të vendit tënd. Dhe pikërisht këtë nuk duhet bëjmë ne, domethënë ne jo si Shqipëri, si vend, domethënë duhet përshtatur, sepse përshtatja do sillte edhe implementimin. Ne vuajmë si shoqëri me implementimin e ligjeve tona, domethënë kodeve dhe rregullave që kemi trashëguar që brez pas breze, jo më ligjeve që po vinë edhe për harmonizon. Pyetjet që ju bëjnë më shumë pra, qoftë nga rinia shqiptare, qoftë nga njerëzit të ndryshëm. Pyetjet ndoshta që janë më të shpeshta, qoftë në diskutimet, qoftë në faqen e Facebookut, qoftë brenda forumit, cilat janë? Ju keni bërë shumë nga këto pyetje sot. Sepse janë jashtëzakonisht pyetje që kanë të bëjnë me të kuptuarit në mënyrë konkrete, me shembuj konkret, të prekshëm, se çfarë është ky proces i integrimit, çfarë është kjo reforma në drejtësi, cilat janë rrugat që ne duhet të ndjekim, pse duhet të mblidhem edhe të informohemi për këtë, sa të informuar jemi, ose çfarë mund të bëjmë që të rrisim informacionin që kemi mbi 5 prioritetet. Cilat janë këto 5 prioritete? Shpesh janë 5 prioritete dhe nuk njihen. Nuk njihen sepse serviren në këtë mënyrë. Domethënë shoqëria ka marrë një rrugtim të caktuar që do të promovojë vetëm disa aspekte, sepse tani në shoqërinë tonë, sidomos shoqërinë mediatike, dëshirohet të promovohet çfarë bën lajm. Okej, dhe çfarë bën lajm shpesh nuk përkon me mirë informimin dhe informimin në mënyrë konstante të grupeve të ndryshme të interesit edhe popullsisë në përgjithësi. Pra pyetjet që ne vazhdojnë të na bëjnë kur qasemi me të rinj sidomos dhe me shqiptarë në përgjithësi gjatë aktiviteteve që ne kemi me qytetarët tanë lidhen me konkretësinë, me informacionin bazik që dëshirojnë të kenë në lidhje me temat e ndryshme. Pse mungon ky komunikimi politik qytetar për informimin e të gjitha këtyre gjërave? Po them për njerëzit cilët janë, le të themi, të shkolluar mirë, të cilët e marrin e lexojnë vetë gjëra, lexojnë, informohen vetë, por them për në zona pak më rurale, ku njerëzit shohin atë punën e tyre, shohin atë hallet e tyre, në atë pjesën e bujqësisë vogël aty dhe nuk dhe kur të vi ajo për shumë Bashkimi Evropian si dhuratë, do thonë po ç'është që ne ishim ashtu dhe na linin të bënim këtë gjë dhe tani do bëjmë këtë gjë. Deri dikush edhe normale, sepse nuk duhet të kemi atë idenë se popujt europian që janë brenda në Bashkimin Evropian, që kanë jashtëzakonisht një kulturë europiane dhe që janë, le të themi, më të zhvilluar se sa vendi ynë. Njohin në mënyrë perfekte gjithçka. Ata janë dhe më neglizhencë ne nga një. Absolutisht jo, domethënë popullsia në përgjithësi interesant të njoj atë që duhet njoj, sepse në fundit, jeta e gjithsecilit prej nesh ka atë kohë çdo ditë, ka ato aktivitete, ka ato impenjime familjare apo personale dhe aq shkon e gjitha. Çka do të thotë? Duhet edhe të kanalizohet pastaj në mënyrë specifike në grupime të ndryshme, në aktorë të ndryshme të territorit. Domethënë, kush interesohet për shëndetësinë më tepër, kush interesohet për shoqërinë civile, kush interesohet për biznesin e tjerë. Domethënë, është diçka normale që popullsia në përgjithësi mos njohi në nivel maksimal apo të konsiderueshëm proceset e integrimit. Ju vetë si ishin rinë shqiptare? Po që likë të shojë diçka? Diçka përsa i përket komunikimit. Edhe kanalet e informacionit që shkojnë për shembull në zona tella janë të limituara, duke qenë vetëm televizori pak a shumë kryesisht. Edhe ajo që follohet, po nëse ke një akses në më shumë kanale mund kesh më shumë informacione dhe mund krijosh ide më të mira. Ose të shtoheshin hapësirat ku të flitet për integrimin evropian. Se kur ti duke hyrë në një, le të themi, një familje tjetër duhet të përgatitesh. Është njësoj si kur ti nisesh për shkakun për të shkuar në një vend aziatik, nuk e di, mëson sa nga kulturat e atij vendi që mos bësh gabime të cilat mund edhe të kushtojnë shumë shtrenjtë. Sepse në çdo vend ka rregullat e veta. Vërtet është, por këto diskutime që po përmendet ti nuk të interesojnë derisa të bija udhtimi për të shkuar në Azi.
Timi është i përcaktuar. Ti e nisur në ato rrugë dhe po thonë që ty do të shkosh atje, po bën këto gjërat, po bën valizhen gati, shteti, domethënë po ta marrësh në mënyrë figurative, shteti po bën valizhet gati, që të nisë dhe je nisur drejt rrugës për të shkuar atje. Valizhet janë bërë. Ti mendon se ne jemi nisur drejt rrugës? Po ne jemi nisur drejt rrugës, po ka kështu janë nga ato që na lënë ato stratë të pagush. Çekinin, çan ato që kontrollojnë. Procesi është i nisur. Ti duhet të informohesh për atë që të pret kur të vesh në atë vend. Rinia sa aktive, sa aktive është rinia në këtë aspekt? Sa aktive është ju si e shihni? Duke që se punonim Ne si grupi i kërkimit e ju Policy Hub faktikisht kemi fokusin tonë rinin, e kemi marrë si ndër elementët, domethënë që shqetësues për faktin se rinia sot është e painformuar jo vetëm për proceset e integrimit, por edhe për sa i përket gjërave mjaft të thjeshta të përditshmërisë së tyre, arsimimi jashtë vendit, ekuivalentimi i diplomave, mundësitë e studimit dhe si brenda si dhe jashtë, do të thënë se si të jenë në të njëjtin nivel me të rinjt europian, sepse ne flasim vetëm për reformat madhore, por mua personalisht mendoj që është shqetësuese edhe reforma në sistemin e arsimit dhe për të rinjt, sepse me bashkëpunimin vullnetarisht me një organizatë tjetër që merret me internship me dërgimin e të rinjve jashtë vendit për eksperiencë pune, është vënë re pikërisht kjo gjë. Të rinjt shqiptar nuk e kishin atë nivel shkollimi, arsimimi, dienie për sa i përket programeve të ndryshme studimore me të rinjt e tjerë europian. Që pikërisht për të rinjt kaq të zgjuar, siç janë të rinjt shqiptar dhe kaq, domethënë vullnet dhe të motivuar për të mësuar dhe për të ecur përpara, domethënë duhet patjetër të bëhet diçka që të jenë në të njëjtin nivel edhe nga ana përgatitore e teksteve, flas më tepër me të rinjt europian. Ose raste të tjera që kemi dëgjuar nga të rinjt që shkojnë dhe studiojnë jashtë, bëjnë një program shkëmbimi dhe kur kthehen në Shqipëri nuk ju njihet. Do të thënë gjitha këto duhet të harmonizohet edhe procesi për afrimit të teksteve dhe arsimit në përgjithësi dhe jo vetëm harmonizimi i legjislacionit në kuptimet në termat e përgjithshëm. Ka punë për të bërë, duhet të them. Ka punë për të bërë edhe kjo pjesa. Ne shpresojmë që të bëjmë një studim të mirë për gjithë këto element dhe të vim në ndihmë të rinjve shqiptar për t'u dhënë më tepër informacion. Po Çelik. Në kuadrin e informimit dhe komunikimit të Europës në Shqipëri, për të rinj domethënë ka 2 vite që Shqipëria është pjesë e programit Erasmus Plus, ku mund të aplikojnë të rinj domethënë. Funksionon pra si program? Absolutisht po, edhe Shqipëria është pjesë domethënë e programit si partner me drejta të plota që për vitin 2014, kështu që të rinj shqiptar që janë në programin e bachelor apo master mund të aplikojnë edhe të marrin eksperiencë. Edhe ata që janë në programin bachelor mund të aplikojnë. Patjetër që në vitin e dytë, domethënë se do të kenë një semestër në Shqipëri, edhe mund të aplikojnë në universitete të ndryshme të vendeve të antarëve të Bashkimit Evropian për 3 muaj, për 6 muaj, për 9 muaj, domethënë edhe kalojnë një vit. Mund të ndodhë edhe që mund të diplomohen aty për shkak duke bërë semestrin e fundit? Atje mund të bëjnë semestrin e fundit, domethënë përgatitja e tezës, diplomës ose praktika, domethënë që kanë në program. Edhe unë ja sugjeroj gjithëve sepse është eksperiencë që i ndryshon domethënë jap një botë domethënë edhe i ndryshon totalisht. Edhe për gjithë domethënë nuk dua që të motivohen edhe. Ja, sa mirë që e the sepse ka njerëz që kanë bërë për shkakun dhe nuk e thonë se nuk duan që absolutisht ta marrin vesh të tjerët. Duhet ta bëjmë gjithë. Është ruajtja e informacionit, po nuk vlen në këtë rast. Besoj që Bashkimi Evropian është një botë mundësish, sidomos për të rinjt, duhet patjetër duhet të paguash para për të aplikuar tek Erasmus Plus? Jo. Për sa i përket funksionon në këtë mënyrë që ka bursa, një scholarship, për sa i përket shpenzimeve të qeras ku aplikon edhe shpenzimet të udhëtimit, domethënë janë të parashikuara si tip bursë studimi për periudhën që studion jashtë. Okej, faleminderit. Po Pirta? Jo, po thoja që të rinj duhet të shfrytëzojnë këto mundësi për të edukuar, shkolluar, për bërë një praktik në një vend tjetër të Europës dhe vetëm kështu mund të bëhet komunikimi direkt me instancat atje edhe me institucionet tjera. Vjen të pak keq kur flitet për Bashkimin Evropian dhe flitet vetëm për të mirat që tip do të vinë, domethënë po dëgjosh gjithë njerëzit thonë do vinë fonde, do vinë këto, do vinë ato. Dalin prapë kjo pjesa e mos informimit, ë? Po. Shqipëria nuk është që ka ndonjë rol, ndonjë peshë të madhe, domethënë në nivelin e ata nuk e dim. Kontribimit në Bashkimin Evropian, nëse do jemi 29 vende apo 30, domethënë është 0.1-0.2%, domethënë edhe në nivel kontributesh nuk është që jep shumë në krahasim me ato që merr.
Kështu që në nivel vendimari, pastaj ne delegojmë shumë nga gjërat që bëjmë, ja delegojmë Komisionit Evropian dhe Këshillit Ministrë, sepse pastaj duhet vendosësh një grup, nuk vendos më si vend. Me qeverinë si është bashkëpunimi? Do me çfarë prisin që të keni bashkëpunim me ta? E përmendëm pak në fillim të bisedës, po për ta futur pak më në thelb. Si duhet të jetë bashkëpunimi juaj me qeverinë ose bashkëveprimi me ta? Qeveria duhet bëjmë, për mendimin tim, duhet ndjeki me sukses dhe të implementoj agendën e vetë politike dhe për sa na përket neve, ne ndjekim, monitorojmë, bëjmë punën që ne kemi si objektiv. Pra nuk ju pëndon qeveria shqiptare, fare. Grupi monitorimi që do merret tashmë me monitorimin e proceseve të integrimit, Ministrinë e Integrimit dhe ministritë e tjera të linjës, më thënë, puna jon është që të ndikoj në procesin e politikë bërjes dhe jo të jetë politikë bërës vetë. Jo, sigurisht. Sepse vetë edhe struktura e forumit është e tillë. Të dëgjohet zëri jon për të dhënë ato rekomandime që ne do japim pas kërkimeve tona dhe studimeve afatgjata për fushat të caktuara, duke pasur kryesisht në fokus 5 prioritete. Po në formë sondazhesh para shumë për të mësuar perceptimin e publikut në lidhje me varet nga studimi që do ndërmarrim, domethënë për tema të ndryshme, cilat një pjesë janë ndërmarrë, pjesë tjetër po ndërmerren në bazë të grupeve të ndryshme që forumi ka, si grupi kërkimit, i monitorimit dhe pastaj të gjitha këto në periudhën kur do të realizohen, do komunikohen të gjitha nga grupi i komunikimit. Diçka me rëndësi, doja të përmendje në lidhje me rinin. Një nga pikat kryesore tonat është që të hymë në kontakt dhe të jemi në kontakt vazhdueshëm me rinin. Dhe një nga pikat më kyçe do thoja është se sot shumë të rinj preferojnë të shkojnë dhe fillojnë informojnë akoma më shumë për të shkuar dhe për të studiuar jashtë shtetit. Ajo që ne duam të transmetojmë, mesazhi që ne duam t'u japim është se bën shumë mirë, duhet vazhdojnë të bëjnë në këtë mënyrë, sepse shikojnë në mënyrë konkrete se çfarë është Bashkimi Evropian dhe se si qaset ai në këto forma, qoftë format arsimore dhe formuese, por në një farë mënyre dëshirojmë të transmetojmë edhe mesazhin e mos lënies së Shqipërisë për të ikur dhe për mos u kthyer më në Shqipëri, pasi tregu i formimit i të rinjve i punës evropian tregon qartë ditë për ditë, kush ka pasur mundësinë ta shikojë që nuk është jashtëzakonisht ashtu si nuk është siç e mendojmë ne, nuk është një botë jashtëzakonisht e bukur dhe duhet lëm këtë vend ta braktisim dhe të shkojmë diku tjetër. Jo, thjesht ne kontributin që mund t'japim përmes vlerës tonë dhe atyre që ne dëshirojmë të bëhemi është pikërisht për këtë vend. Dhe ky nuk është një idealizëm apo patriotizëm. Kjo është thjesht mënyra e duhur për të zhvilluar çdo territor të këtij kontinenti që ne duam ta arrijmë dhe ta bëjmë më kohez brenda Bashkimit Evropian. Ne duam Europën, nuk është se jemi kështu kundra Europës. Ne duam se ne gjithë popull se ne jemi pjesë e Europës. Jo, jemi pjesë e Europës, pjesë e vendimarrjes europiane dhe e qeverisjes europiane. Po shpresojmë që të bëhemi. Vetëm thithim atë që na rekomandojnë dhe nuk. Po nëse duam, ne gjithë duam të ikim në Europë, të rrim andej, kështu që kjo pjesa e biletave se të bëhet. Apo nuk ka lidhje? Do jetë në standardet evropiane. Të avionit për të udhëtuar. Do jetë në standardet e tarifave të Europës që aplikon në Europa. Dhe standardi do ishte i atyre që aplikon në Europa. Okej. Mirë, çdo gjë do bëhet më mirë, po të kemi. Megjithatë, në aspektin e përfaqësimit tonë në pjesën e qeverisë dhe vendimarrjes, unë them që qeveria duhet krijojë më shumë hapësira për përfshirjen e shoqërisë civile, e cila e dim se nuk i ndoshta mendoj unë nga që shumica e atyre që janë marrë shoqëri civile gjithmonë kanë hapur një parti politike ose kanë filluar të merren me politikë. Edhe ndoshta lindë pyetja që po ju do keni një parti politike në të ardhmen ose do futem te një tillë? Nuk është në misionin ton partia politike për këto momente. Individualisht nuk e di, por si forum jo. Ja. Ose kështu është parizakonisht që mund të bëjmë partia e Bashkimit Evropian. Megjithatë, dua të shtoj të përmend faktin që ne ndjekim takimet e Këshillit Kombëtar të Integrimit dhe kjo është një arritje shumë e madhe për ne, sepse kemi një vit që jemi krijuar, edhe ata na kanë krijuar akseset të jashtëzakonshme. Gjithashtu dua të them që kemi pasur akses dhe mikpritje nga ambasadat e huaja në vend dhe ambasadorë të ndryshëm na kanë asistuar në takimet tona, na kanë përkrahur
na kanë mbështetur modelin tonë të Ky është një vlerësim që ju është bërë, domethënë dhe një besim nga ana e statave më të mëdha shtetërore. Mirë, kemi ardhur në fund bisedës. Ne ju falenderojmë shumë që ishit me në studio dhe na informuat më shumë rreth Integrimit Bashkimit Evropian. Faleminderit dhe urojmë shumë sukses në punën tuaj. Faleminderit. Miqdashur, ja kalojmë linjën regjistë, jemi vetëm pas pak në pjesën e dytë.